Big Brother VIP Kosova po vazhdon të na surprizoj me tensionet dhe përplasjet mes banorëve. Një debat i fortë shpërtheu mes Londri Mekaj dhe Albës Pollozhani. Moment që ka bërë bujë të madhe në rrjetet sociale. Ngjarja ndodhi në lavanderi, ku Londrimi dhe Alba ishin të dy të pranishëm. Në një moment, Londrimi ju drejtua Albës me fjalët "Je shumë fake". Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejatrat showbizit vendor. Reagimi i Albës ishte i matur por i qartë. Ajo nuk u përfshi në grindje fizike, por përplasja verbale Londrimit e bëri situatën të tensionuar, duke nxitur komente dhe diskutime brenda shtëpisë. Çfarë do të ndodhë më tej? A do të ketë pajtim apo rivalitet të hapur? Kjo përplasje mund të ndikojë në aleancat dhe strategjitë e shtëpisë. Nga ana tjetër, Londrimi po vazhdon të jetë banori më i pëlqyer nga publiku në këtë sezon.